Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun xhalla wala falenderojm dhe lutim që salavat dhe selamet të jenë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Porosia e radhës që ta përmendim sot në rrugë është një porosi që vjen nga një sahabi i shquar i njohur i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Një njeri i cili krahas shumë vlerave dhe virtyteve që i kishte, vlerësohet edhe me dijen e madhe që e mori nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kishte porositur që ai që dëshiron ta merr Kur'anin të freskët në kuptimin e asaj që sikur që ka zbrit, le ta merr nga ky sahabi. Dhe të jeta e tij është e përkushtuar në përhapjen e dijes dhe mësimeve që i mori nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Fjala është për Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, i cili padyshim se është një nga ashabët më të njohur të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ka hadithe të shumta që flasin për vlerën e këtij sahabiu, e një nga ato është edhe ai hadithi i njohur ku e vlerësoi lart pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e çmoi këtë sahabi në mesin e sahabëve të tjerë, ku në një ditë ndodhi që ai të ngjitet në një trung të një hurmeje për të vjedhur disa fryte. Por në trupin e tij, në konstruktin fizik, Ibn Mesudi ishte shumë i dobët. Ishte shumë i dobët, saqë edhe nga do të thotë këmbët e tij, tejet të holla, disa nga ashabët filluan të qeshin, jo në kuptim të talljes, po në kuptim të afërsisë që kishin me ta. Dhe në këtë rast i dërguari sallallahu alaihi wasallam u tha: apo çuditeni dhe po qesheni me këmbët e këtij sahabiu, me Ibn Mesudin? Tha: vallahi ato janë më të rënda në peshoj tek Allahu nesër se kodra e Uhudit. Jo në kuptim të peshës fizike, por të punëve që i bën ai me këto këmbë. Nga se vlera dhe pesha e çdo gjymtyre nuk është në bazë të trashësisë së saj, por në bazë të funksionit që e kryen. Prandaj edhe këmbët e tij që kanë vrapuar vazhdimisht në rrugën e Allahut, në shërbimin e kësaj feje, në bamirësinë ndaj njerëzve, kishin arritur që të jenë aq të rënda saqë nesër ditën e gjykimit të jenë më të rënda se kodra e madhe e Uhudit, e cila e rrethon Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur i erdhi vdekja këtij sahabiu të ndërruar, e kishte djalin e tij pranë vete, Abdulrahmanin, dhe i tha: o biri im, po të lë 5 porosi, mos i harro asnjëherë. Dhe këto porosi padyshim se nuk vijnë sikurse i kam thënë të tjerat, nga njerëz të rëndomt. Edhe pse edhe njëri rëndomt në këto situata ka çka më thonë. Por para mendo kur vijnë nga njerëz të ditur, nga njerëz me përvojë, nga njerëz me vlerë, nga njerëz që kanë dhënë kontribut të madh, atëherë padyshim se rezumeja e jetës së tyre e përfshirë në disa fjalë për neve shumë domethënëse. Andaj tha: o biri im, po t'i lë 5 porosi, mos i harro dhe puno me to. Porosia e parë që e la Ibn Mesudi radhiyallahu anhu është, i tha birit të tij: humbe shpresën nga njerëzit, do të bësh njëri i pasur. Mos e tepro në kërkesa, apo nga se kjo të shpihet tek varfëria. Ruaju nga veprat që nesër ke nevojë të arsyetosh dhe të kërkosh falje për to. Mundohu që çdo ditë të jesh më i mirë se dita e kaluar, dhe kur të falesh, falo sikur të jetë ky namazi yt i fundit. Këtu janë 5 porosi që i la Ibn Mesudi radhiyallahu ta'ala anhu birit të tij. Dhe mendoj se vetë meditimi të ndëruar Lazer i këtyre porosive është i mjaftueshëm nga çdo koment, dhe nga çdo sqarim, dhe nga çdo shpjegim. Nga se i tha fillimisht që të jetë i kujdesshëm në raporte me njerëz. Ai që dëshiron që njerëzit me respektu dhe me dasht, ai që dëshiron të jetë i nderuar në mes të njerëzve,
mos ta lakman atë që ka në dorë të njerëzve. Qase nuk e poshnon njeriu dhe nuk e varfëdhan njeriu dhe nuk e humb njeriu më tepër se shpresa e madhe tek njerëzit dhe lakmia e tij për atë që ata e kanë. Prandaj i tha, nëse don me koni pasur, apo llogarit në pas Allahu xhallahu ala, normalisht llogarit në fuqinë tënde, llogarit në pasurinë tënde, llogarit në aftësitë tuaja fillimisht. Pastaj çka të vije për njerëzve është diçka tjetër, qase njerëzimi kemë nevojë për të ndihmuar me vetë. Mirë, po fat keq se shumë njerëz e nënvlerësojnë vetën e tyre. Shumë njerëz nuk japin mundin e duhur për të pasur ose për dalë nga situata. Dhe gjithmonë shpresojnë se më ndihmon filani. Haj se më gjendet filani. Haj se ai më kryen punë, apo? Dhe shpresa më tek njerëzit zakonisht ndodh që këta pastaj më zhgënjy shumë. Më u dëshpëru shumë. Dorso ai njeriu që në fillim e ka kaput shpresën për njerëzve, e ka kthy tërë këtë shpresë tek Allahu xhallahu xhelalu, pastaj edhe minimumi që i vije për njerëzve për të është domethënës. Alhamdulillah. Prandaj na nuk duhet që për njerëzve me prit ndonjë respekt madh, me prit ndonjë ndihmë madhe. Po erdhi, alhamdulillah. Po nuk erdhi, i arsyetëm njerëz, i kanë punë të veta. Nga se lidhja e tepërt me njerëzit të zhgënjen. Për çfarë lloj arsye? Ka mundësi për shkaq që një më njëri si ka punë. Ka mundësi që me drejt ndoshta ai ka problem më të madh se ti që ke. Apo ndoshta edhe nuk të ka në listën e prioriteteve, ka dikon tjetër. Lidhja jote, shpresa jote me të, në momentin kur nuk ndodha që ke shpresuar, din shumë keq njeriu me zhgënjë. Andaj shpreson Allahun xhallahu ala veç. Shpreson Zotin xhallahu xhelaluhu. Lidhëm me Allahun te bareke teala. E çka të vije hajër për njerëzve, thuaj alhamdulillah. Ti jap selam, thuaj alhamdulillah, ka mundë selam mos më dhon. Apo ta jap dorën, thuaj alhamdulillah. Kjo gjithmonë i kënaqur. Kur nuk lejon që njerëzit më dëshpëru. Gase nuk e ke lidh shumë mytin me ta tek e fundit apo. Por fatkeqësia është kur njëri shumë lidhet me njerëzit e pastaj kur e zhgënjin din shumë keq me radhë. Ka shumë njerëz fatkeqësisht që disponimi i tyre, lumturia e tyre jetësore është ndërlidhur me shërbimin që u bën njerëzit. Dhe në momentin kur ata njerëz nuk i shërbejnë sa duhet ose nuk i ofrojnë atë që duhet, e ndin veten të braktisur, të molisur, të demoralizuar, të dëshpëruar, apo edhe atë pak fuqi që e ka nuk din me e përdor nga zhgënjimi dhe dëshpërimi i madh që e ka. Mos maj shumë me të njerëz atë. Në kërkon hiç, maj i më tek Zoti xhallahu xhelalu. E të njerëzit çka të ka alhamdulillah. E dyta i tha, mos e tepron kërkesa. Apo është vërtet që jemi njerëz, kemi nevojë nga njëra me i kërku njëri tjetrit. Ndihmë, barq, kemi nevojë, jemi njerëz, ndodhin këto. Ma le tjetë kjo në situata teje nevojës madhe. Ju me kun adeti ti me lyp, me kërku. Kërko këtë, kërko atë, kështu madhe. Mos e bërë kështu. I tha, mos e bërë kërku si madhe për njerëzve. Pse? Se kjo e hap derën e varfrisë. Subhanallah, e hap derën e varfrisë. Mos të për njerëzve. Bile Ebu Bekr radiallahu ta'ala anhu, ja ka thonë besën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për disa gjëra, e prej tyre ka thonë që i ka thonë pejgamberi la tas'alin nas. Mos lyp për njerëz ato. Mos kërko. Ebu Bekri radhiyallahu anhu është plak, e është lodh, e ka ndodhur që duke qenë i hipur mbi devën e tij me i ra shkopi, ka zbrit vetë pej devës tij, edhe s'ka thonë kërkujt, a me hap qatë shkop. Vetë. Kjo është haram me lyp, mos po kuptim të ndodh njëri thash kemi nevojë nga njerë kërkan, ama mundohu maksimalisht sa më pak më lyp njerëz ato. E vetmja gjë që duhet më u lyp vazhdimisht është dia. Tjerat që ka me këtë dunjë, sa më pak ato. Po, në dituri nuk ka turp, nuk ka e teprum. Nga se njëherë edhe pse dhe kjo i ka rregull të veta, normalisht
me vëdua them që këtu mos u nëse kërkuari, nëse kene nevojë për dije. Për gjërat e tjera, sa më pak kërko për njerëzve. Mundohu vetë me i dalë Zot veti. Mundohu vetë me i kry punët e tua. Kështu e mësoi Ibn Mesudi kanë djalin e tij. I tha pastaj, ruaju nga veprat të cilat të detyrojnë të kërkosh falje. Sa njerë din që sa të bën keq, apo? Por mendon se ajo mbulohet, ajo kryhet, ajo harrohet. Nuk e din të se sillet dunjaja subhanallahu. Sot dikush mund të jetë i dobët, sot dikush mund të jetë i papërkrahur, sot dikush mund të jetë i fuqishëm, apo? Por nuk zgjat gjithmonë kështu situata. Nga sa Allahu xhalla xhelalu thotë o tilkel ayamu nudawiluha baina an-nas. Allahu xhalla ora thotë këto janë ditë, situata, rrethana që na i sjellën mes të njerëzve. Sa dje i pasur, po s'do mund që gjithmonë kime konë qështu. Sa dje i varfër, po s'do mund që kime konë gjithë qështu. Sa dje ndoshta me autoritet, me pushtet, po s'do mund që gjithmonë kime qenë qështu. Sa dje i shëndosh, po s'do mund që kime qenë gjithë qështu. Apo, andaj kujdesu nga veprat e tuja, që nesër, ku s'provon Allahu me diç, ose të largohen privilegjet, ose beneficionet, ose begatit, të kesh nevojë me atorkit deri ndikujt të më thonë, më bënë halal se një ditë për ditëve s'shimkon që është duhet apo. Dhe ruaj për punëve, për fjalëve, kujdesu, që detyroj nesër dikujt me atorkit deri më thonë, më bënë halal apo. Më falë se të ndodhë njëri gaban, por ruaj sa më tepër. Kujdesu. Mundohu që në qofë se i kërkon fare dikujt, këtë jetë që Allahu xhalla xhelaluhu. Sa të ki mundësia. Prandaj, të ndërroj lezër, këta njerëz të mëdhaj, këta kanë pas më drejt, kanë pas moral, të lartë. Shiko Omer ibn Abdulaziz, ky halife i drejt i muslimanëve, ky udhëheqës dhe pres i drejt i muslimanëve, Omer ibn Abdulaziz. Kur ka qenë në shtratën e vdekjes, i ka thirr bijtë e tij apo. Edhe një ndër ato që u ka thënë bijve të tij, u ka thënë, "Shiko, Omer ibn Abdulaziz të ndërlozër në kohën e tij, aq ashtu pasuria e muslimanëve, saqë nuk kanë pas të pasurit e muslimanëve ku me dhonë zakatin nga fukarat. Ata kanë pas mundësi me ia dhon shtetit, që shteti ka pas çka me bëmë to. Po kategori e të varfërve që meriton zakat s'ka pas në kohë të tij. Dhe këtë situatë ka pru me një vjet udhëheqje veç. 99 hijri, 100 hijri, një vjet ka udhëheqje Ibn Abdulaziz. Sa përmendet Ibn Omer ibn Abdulaziz, sa rasti, sa të mira ti thosh ka udhëheqje 100 vjet. I ka pa Allah bereqet. Mirë po, kur ka vdek të ndërlozër, Omer ibn Abdulaziz i ka thonë bijve ti, bijtë e mi, nuk i kom lënë shumë pasuni. Shumë diçka tjeshtë u ka lënë. Por thot, u a kam lënë një pasuni shumë të madhe, që nesër kur dhe një rrugë, nuk keni nevojë më u kuq pe i kërkujt nga punë të babës ju, apëtën. Kjo është pasunia me e madhe, apëtën. Apo, që njëri kur dhe në rrugë, babën që ke pas të apëtën. Krejt njerëzit ndihen në bërçli ndaj teje për punë të mira që babët i ka lënë, apëtën. Që kjo pasuria me e madhe? Çka duhet pasuria materiale, kur ku do që të shkajsh, duhesh më ngushtu për punë që i ka bo para orësve të apëtën. Çka duhet kjo pasunia? Duhesh me kërku falje. Falë me di që baba pak me ty u konë, po më halal, apo sa është e ronë me kërku falje, për dikën tjetër, e lërë me për vetën tonë. Andaj, kujdesu për fjallë, kujdesu për punë, të ruju, se silë situata, vjen puna, e ngritë Allahu filonin, e ndihmon Allahu filonin, e përkra Allahu filonin, i qënë Allahu filonin diqka. E tani, si del për para tani, e qka bon me tani? Valla në falë se që ashtu e në agute, valla në falë, ruju, kujdesu që mos të kesh nevoj të kërkosh falje, kërkujt pas Allah Gjellë Gjellu. Që se gabojmë, Allah në dash fuqin me kërku falje për njerëzë, pëse jo halalëk, por mos e berë punën që shto, mundohu sa të ke mundësia për. Porosia 4 i tha, djallit të ti, mundohu që gjdo dhe ti esh me i mirë se dje. Subhanallah. Kjo është, me të vërtet,
ajo që e bën besimtarin gjithmonë tjetë në ngritje sipër. A je sot më i devotshëm se dje? A je sot më i ditur se dje? Ibn Mesudi, po ky burr ka thonë, nuk e llogariti ditë bekuar. Don ditë bekuar nuk e llogariti. E çka llogarit ditë humbë. Ajo ditë ka humbë. E cila është ajo ditë? Thot nuk e llogariti ditë bekuar, a ditë që nuk kam shtuar në dijen time diç. S'kam thudi diçka të reja. Ajo ditë poshtë nuk ka shku. Nëse ka fitu shumë, nëse ka pas me vërtet disponent madh, e po nëse ajo ditë nuk është karakterizuar me mësim të ri, se kom konzua ditë fituar për mua. Ditë për të ki mundësi me mësu diçka, me ndëgju diçka të mirë, me bu diçka të mirë, edhe në kuptim të shtimit, por edhe në kuptim të cilësisë. Ditë për të mundësh edhe me shtu diçka, por mundësh edhe të njëjtën vepër që ke bërë dje, sot me bërë edhe ma mirë, edhe kjo është tim. Nga se nëse s'ke shtu në sasi, s'paku shton në cilësi dhe në kvalitet. Prandaj, le të jetë dita jonë çdo ditë, një ditë e re me plot kuptimin e fjalës. Jo ditë e re në kuptimin kalendarik, se e hanja nuk është sikur se e martja, sot e martë, ditë e re, sot e mërkure, sot e ajte, ditë e re. Sot kjo datë nuk është ajo datë, mos të jetë dita e re për ty, veç e re në kuptimin kalendarik. Por le të jetë ditë e re në kuptimin e shtimit të dijes. E re në kuptimin e njohjeve të reja, e re në kuptimin e veprave të reja, e re në kuptimin e mirësive të reja, gjithmonë. Ai që shton, do të thotë gjithmonë, në shtim e sipër të ndërrodhëzër, rritet me të madhe, do të thotë bagazhi i punëve të mira. Ti mund të nënçmu çdo ditë kanë punë mirë, ka punë e thjeshtë, pa çështë vogël, ani. Po që para mendoja për shembull nëse njëri apo çdo ditë e bën ka një punë të vogël. Edhe për 10 vjet. Për 10 vjet llogarit nëse po llogaritë me ka 350 ditë viti. Apo pjekëm ato 15 tjera. Për 10 vjet i bjen 3500 mira më shumë ditë në gjykimit apo. Veç në adretim. Ditë për ditë ka një sadaka e thjeshtë, e vogël. Për 10 vjet 3500 sadakaja. Apo thjeshta. Ditë për ditë ka një dhikr pak më shumë me vo që sa shtohet ato. Njëjtë edhe gjunatën. Njëri në çmon gjunojnë ki i vogël, ai se ki i thjesht, ai se kështu. Llogaritë në shtigje të gjata, mos llogarit gjunohin në shtigje të shkurta, me ditore. Jo se kimi dalë Allah xhallahu me krejt çka ki boj, jo me veç me ditën. Andaj kështu llogaritë gjunohin dhe kështu llogaritë veprën e mirë. Andaj ditë për ditë shton nga punët e mira. Mundohu çdo ditë të jesh më i mirë se dje që ke qenë. Jo fatkeqësisht na ndodh të themi përpara kur kanë nisur më fal, është më të mirë na kone, më të devotshëm tash një dembelav. S'bën kështu me kon. Me kon gjithmonë më në ambicie, më në vullnet, më të mirë, më me elan, më me vullnet. Nga se kjo është porosia e Ibn Mesudit. Dhe në fund i tabilit e tij, fa idha sallayta fa salli salat al-muwaddi'. Kur të falesh, kur ti dalësh Allahut përpara, falu sikur falet ai njeriu që po e lëshon dunjan. S'ka namaz mas ti. Para mendo me të ardhë lajmi, nuk i vjen kështu kërkujt, por na duhet me tentu këtë me përjetu. I ka thonë, para mendoje për shembull, në qoftë se i nderuari Allah, para namazit sabahut, vjen lajmi se ky sabah që e ke falë është i fundit për ty. Nuk ki me falë namazet më. Si do të jetë namazet? Para mendoj namazit i fundit, që po ti pët mundësia Allah me përmend. Po ti pët mundësia Allah me dalë për para. Wallahi kjo e shton shumë kvalitet në namazit tonë. Zotë nuk kena qare pa dek mas në namazit. Apo se ke ditë është namaz. Ja ki me dek mas sabahit, ja mas dreke, ja mas e kindije, ja mas aksham, ja mas acija. A ka mundësi ndryshe? S'ka mundësi. Andaj gjithë mund një namaz do tjetë namazit i fundit. Cili është tajna, nuk e dim. Andaj mundohë që gjdo namaz të ishtë një pritje. Ndo është të është që kjo. Zdim në.
Andaj, namazit, që i ka sa i kanë kushtu vëmendje namazit, që tjetë kualitativ, cilësor, e mu falë gjithësysh, se kurse kemi falë, përjetoj namazin, Allah, ndije namazin. Sa ka lutje mbrenda namazit që nëse njëri mediton, a din sa përjetimin e bukur ja sjell. Shikoj çka ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A thuan tahiyati Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Apo ai çon salavat pejgamberit sa duke qenë namaz? Po a din çka i bën kur thua ti Assalamu alayka ayyuhan nabi në tahiyat? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ndëgjoj këtë hadith. Ka të bëj me këtë pjesë të namazit. Ka të bëj kur thua Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Allahu ka autorizu melaqe të posaçme. Çfarë detyre kanë ato? Me i mbledh salavatët dhe përshëndetjet e umetit që më çojnë më promuam. Ti kur thua Assalamu alayka ayyuhan nabi, një melek afër e merr atë selam. Ja çon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i thotë filon i fisteku i umetit po të bën selam atë. A nuk është keni ndjenë mirë? Pastaj kur thua në fund të tejatit, dërgon selam dhe kërkon nga Allahu falje wa ala ibadillahi salihin. Apo kërkon për rabt e Allahu të mirë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kur ti thua në tahiyat wa ala ibadillahi salihin, edhe mbi rabt e Allahu të mirë, kjo përshëndetje jote, kjo lutje jote e prek çdo njeri të mirë që ka shkel me fytyrën e tokës. Pe Ademit atë deti në fund atë. Subhanallah. Filani po ju jep selam. Filan i rrok të gjithë. Kto i arrin namaz? Ti kur thua namaz, o Zot, falemu Rabbi gfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Edhe fali dhe besimtarët ditën e llogarisë, a din çka ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Që sa është thjesht kjo, po sa është kuptim plotë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush do që kërkon falje për besimtarët dhe besimtarët, të gjallë dhe të vdekur, për çdo besimtar, Allahu i jep nga një shpërblim atë. Sa besimtari ka qenë tokë, s'ka numër. Ti vështu, o Allah, fale çdo musliman dhe muslimane. O Allah, fale çdo besimtar dhe besimtare. Të gjallë qofshin apo të vdekur. Të gjithë fale, o Allah. A din ti numrin e këtyne? Kur s'ki mundësi me ditë. Mirë po Allahu e din numrin e tyne. Për çdo numër të tyre ti fiton nga një sevap më tek Allahu xhallahu ala. Sa është ai sevap? Ne ta ndim këtë namazin ton. E shumë kuptime tjera që dalin nga lutjet, nga veprimet tona që i bëjmë namaz, të cilat i ashtojnë cilësitetin, cilësinë, vlerën e namazit ton. Prandaj falu me bindje dhe me shpresë se ndoshta ky namaz është ai që për te Allahu t'i fal mëkatet. Ndoshta ky namaz është ai që për te Allahu xhallahu ala të fut në xhenet. Me këtë bindje, me këtë pritim të futemi në namaz. Prandaj dhe kam thonë dhe me këtë duhet ta përfundoj. I nderuari Allah, burrat e mirë, muslimanët e mirë, dietarët e mirë, të cilët kanë dashur me e pritu namazin, të cilët kanë dashur me e ndi namazin, ata janë përgatitur përpara për namaz atë. Nuk mundesh të marrë në xhami, për shembull, edhe drejt në farz me hi edhe më koncentrua për. Për që ata i ka bo Allahu sunetet përpara mu fal. Apo pregaditje, është abdesi pregaditje. Prandaj edhe i kompton vazhdimisht qëndrimin këmbë para ikametit, bisedat para ikametit, këto janë krejt në llogaritë të humbjes së koncentrimit namazit. Qysh ka mundësi dikush bën muhabet, ikameti bota i bën muhabet, në safi thosh bën e safin gati, ala bën muhabet, Allahu Akbar, do më koncentru. Nuk mundesh. Ku pregaditja përpara? Përpara do të më pregadit. Njërë do të marrë ma herë në xhami, me ndërpej fjallët, me lonë dunjan, më ullë, me falë namazin, sunetin, 2 reqate xhamis, më ullë me përmendë Allahun xhallahu ala, astakfirullah, la ilaha illallah, me kërku falë për Allahut,
pastaj kur hin fare sot Allahu Akbar, tjetër namaz është ai pastaj apo. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do të kur e ka fal namazin ka qëndru derisa ndol këtë pejgamberis ka lëviz nga vendi i tij duke thonë astaghfirullah, duke po subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Të kuptojmë që pak tash e ke kryer një vepër të mirë, e ke bënë punë mirë, përmend Allahun, kërko falë për ti, po dhikr që të mbetet prej tij me ndikimin e këtij namazi. Mirë, po hajde me vrap në xhami, hajde me muhabet në xhami, del me vrap në xhamis, del me muhabet në xhamis. Ku është ndikimi atë? Ku është prej tij me namazit? Si me kryer namazin me hek qafe, jo me armë më kënaq me të ato. Prandaj falu, ndoshta subhanallah nuk të bjen Allahu më në xhami, ku e den Allahu? Prandaj nuk ka vend buhet në këtë tokë më të mirë se xhamia, po s'ka. Muhamedi sa më ka thonë, wa khairu biqa'il ardi al-masajid. Vendet më të mira në fytyrë tokës janë xhamit. Kur kun më mirë se çdo se kia. Në kuptim të shpërblimit. Dhe të mirësisë. Prandaj na nuk jemi aty që vim ka gjysmë sahati para ezanit, se kemi ndërta spunt. Por spaku që ato 5 minuta brellat që vjen para farzit, që ato 5 minuta në ibadet. Dhe që ato 5 minuta që i ki mas namazi pak ku, pse mos me konë xhami vrena apo? Duke përmend Allahun xhalla xhelalu, duke bëu dhikr. Kjo në kuptimin ato që si tipet selami 2-3 lutje dhe hijim dhe pastaj muhabet e zhurëm në atë kuptim që thu se s'ke qenë namaz apo. Thu se nuk ke qenë namaz. Prandaj Hasan al-Basri rahimullah e ka përcjell në xhenazë. Hasan al-Basri e ka përcjell në xhenazë. Po sa u kthyi për xhenazës, nuk është e punë Allah veç një dekull shumë dhe pa jo, mëse më është Allah, ke mu ti me konë qaj. Kur është kthyi për xhenazës, e ka gjetë familjen e tij, e kanë shtu drekën. I ka thonë gruaja, bash mirë, që drejt në cilë që lodha. Thot hani se u ngiva Allah, vetë sa hungrën apo. Po çfarë buke më hungrën mas asaj Allah apo. Po është njerën të vorros, mujtë unë me konaj. Ose po them që është haram njëri, han bukë, na duhet me vazhdu jetën, por dua të them, janë do momente që i kanë do përjetime vëllai, i ka do mësime. Nuk mund me konë çaq indiferent. E ngan ligjëratën sa mësimet i ka, edhe si të kryet, këtë muhabet tjetër po. Rribe pak le të pushon pak, le të shkon pak çka the. Na los, kam kohë për muhabet njëre. Tek qyri ku jam me çeta. E fal namazin drejt muhabet që s'ka lidhje me namaz. Po ka dalë vëllai. Ka dalë të mënën njëra më boni Allah i kabull. Të mënën njëra më falë Allah gjë. Kam punë tjera njëra. Mënën një 10 minuta mas namazit, çka bëni me këtë namaz? Çu ngrihet tek Allahu kë namaz? Gjasë Muhamedi s'm ka thonë, ka namaz që ngrihet tek Allahu dhe bën dua për falsin që ka falën namaz duke thonë, o Allah, kujdesu për këtë njeri si u kujdes ai për mua. Ti e mendon këtë punë tash namazit po ngrihet tek Allahu, çka i thot Allahu për ty namazit? Asë këshim këtë puna e që me dhonë selam edhe e falë namazin. Po qaj namaz është të raportu të Allah për ty, Allah pëtan. Qështë të raportu? Qa o të thonë për ty? A o të thonë, o Allah, kujdes o si kërso kujdes për mu? Apo është duke thonë qaj namaz? Është duke thonë qka? Allahumme, o Zotë, hupe këtë njëri që është më hupe këtë mua pëtan. Zotë në rujtë. Zotë në rujtë shumë namaz me bëhë doa për ty. Pse? Si ka met aty, lëviz aty, kruju ka i që herë lëviz, këshur në tonë, e qëfar namazë, qëfar kujdesi për namazë kjo kështu? Përndaj, për këtë arsye Ibn Mesudi, s'ka mujt me lëshu këtë dunja, pa e adhonet këtë porosi birit vetë, rruje namazën, kujdesi për namazë. Vepra më e madhe praktike në islam, është namazë. Qëtanë që se rrujmë, pasaj, zdi që ka rrujmë na pasaj. Dhe sikur që kam sekë, rrujtja e namazë është me rrujt kohën e vetë, me rujt disiplinën e namazit, me rujt edepin e namazit, me rujt përjetimin e namazit, me rujt ndikimin e namazit, shumë gjëra që kanë bënë me namazit. Andaj, kjo është porosia që në ala Ibn Mesudi. Allahu xhallahu ala na mundësof që timi të lidhur vetëm për te, dhe të shpresojmë tek Allahu te baraka ve taala. Dhe gjithashtu Allahu na lutem që çdo ditë e jona në këtë dunjë që kemi të jetë më e mirë se e kaluara. Kështu që të bëhet dita më e mirë e jona, dita jone dalës për kësaj bote. Dhe takimit me Allahun xhallahu ala, dhe Allah na bëf namazin veprën tonë më të dashur dhe kënaqësinë dhe freskinë e shpirtave tonë. Allah na bëf namazin burim të lumturisë dhe qetësisë dhe prehjes dhe kënaqësisë tonë. Dhe na mundsoft Allahu xhallahu ala që
në këtë botë të dalim Allahut përpara faqebar, që të sigurojmë pastaj dalje faqebar nesër kur t'japim llogari para tij. Nga se njëri Allahut i del 2 herë përpara, një herë namaz e një herë kur del nesër me dhon llogari. Kush i del mirë namaz, i del mirë kur t'jap llogari. Kush i del keq këtu, i del hesapi keq atë nesër. Allahu xhallahu ala na ruajt në fal mëkatet tona. Zoti ju shpëbleft, sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira.